الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بخير منهاج شرع منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë falenderojmë prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se përveç Allahut askush në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk meriton lutjet dhe adhurimet tona. Allahu na nderoi me librin më të mirë të shpallur, me profetin më të nderuar të dërguar, me ligjin më të mirë të shpallur, me ligjin e Islamit. El-yawma akmaltu lakum dinakum, sot u kam përsosur juve fen, wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe dhuntit e mia ndaj jush I kam plotësuar, wa raditu lakum al-islam dina, dhe kam pëlqyer, kam pajtuar që Islami të jetë feja juaj. Ndërsa përshëndetjet tona qofshin për zotrinën e njerëzimit, për vullën e profetëve, Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen, shokët dhe të gjithë ata të cilët me dinjitet e pasojnë rrugën e Tij xhenamshëm. Të nderuar vëllezër besimtar, qysh atëherë kur Allahu xhallahu ala e krijoi njeriu e parë, Ademin alayhi salam, dhe urdhëroi melekët që t'i binë në sejdë në shenjë respekti, djalli I mallkuar refuzoi dhe shfaqi një lloj kryelartësie. Allahu xhallahu ala në Kur'anin famlar na tregon për këtë, e thot: "Wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana min al-kafirin." Dhe përkujto Muhammed kur ne pasi që krijuam Ademin alayhi salam, urdhëruam melekët dhe ju tham: "Bëni sejdë për Ademin alayhi salam." Fasajadu illa iblisa, të gjithë bën sejdë. Gjithë melekët e Allahut xhallahu ala bën sejdë, me përjashtim të iblisit, I cili aba wastakbar, refuzoi edhe shfaqi me ndjemadhësi, wa kana min al-kafirin, dhe si I till u bë pabesimtar, u përzën nga mëshira Allahut xhallahu ala dhe nga pozita të cilën e kishte më parë. Megjithatë, të nderuar vëllezër besimtar, ky refuzim edhe kjo kryelartësi, kjo mendjemadhësi e iblisit mallkuar nuk u ndalen me kaq.
Përveç kësaj, Iblisi, kësaj krijese të Allahut xhallahu ala Ademit alayhis salam, i shfaqi edhe luftë. I shfaqi luftë Ademit alayhis salam dhe gjithë pasuesve, gjithë pasardhësve të tij deri në ditën e Kiametit. Thot Allahu xhallahu ala, duke përshkruar qëndrimet e këtij të mallkuar Iblisit, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim. Tha o Zot, për shkak se ti mua më devijove, më humbe, më largove nga rruga e drejtë, për shkak se më përzure nga mshira jote, atëherë unë do t'ju zë pusi, do t'ju dal në rrugë besimtarëve tunë, do t'i pengoj nga rruga e mirë. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Tha o Zot, unë do t'i pengoj ata, do t'ju dal para, do t'ju dal edhe prapa, do t'ju dal edhe në anën e djathtë, e do t'ju dal edhe në anën e majtë. Wala tajidu aktharahum shakirin. Dhe vërtet Zoti im, Iblisi po i thot, shumicën e robërve tu nuk do t'i gjesh falendërues, nuk do t'i gjesh në rrugën e drejtë. Nderuar vëllezër besimtar, ne jemi sot para jush pikërisht për të prezantuar, për të paraqit disa prej mënyrave, disa prej rrugëve se si djalli i mallkuar mashtron njeriu. Se si djalli i mallkuar nëpërmjet tyre arrin që njeriu, qoftë ndonjëherë edhe namaz falës, qoftë edhe besimtari i cili vjen edhe i fal 5 kohë namazit, arrin që nëpërmjet tyre ta mashtrojë atë. Është interesante se rrugët e tij, mënyrat e tij, format se si ai arrin të mashtrojë njerëzit janë aq të rrezikshme, janë aq të paqarta për njerëzit, për arsye se nëse keni parasysh, është një krijesë e cila qysh nga krijimi i Ademit alayhis salam, e tutje ka vazhdu të humbas njerëzit. Do të thot ka fitu një eksperiencë, ka fitu një përvojë që arrin madje edhe besimtarët e devotshëm në disa raste t'i lajtis dhe t'i devijon nga rruga e drejtë. Ne me lejen Allahu xhallahu ala do të përmendim disa prej këtyre rrugëve në mënyrë që ato t'i mësojmë për t'u ruajtur dhe për t'u shmangur atyre. E para e rrugëve të djallit është që të keqen gjithmonë njeriu synon t'ia prezantoj, synon t'ia paraqes si diçka të mirë. Të keqen, të rrejturën, neveriturën, dëshiron t'ia paraqes si diçka e cila është e këndshme, si diçka e cila i shkon shtatit personalitetit të njeriu. Allahu xhallahu ala na përshkruan këtë metodë të djallit në Kur'an edhe thot: Qala rabbi bima aghwaytani. Tha o Zot, për shkak se ti më ke larguar nga mshira jote. Në një farë forme djalli dëshiron të hakmerret, dëshiron që asnjë njeri, asnjë krijesë nga krijesat e Allahut xhallahu ala të mos e kursej nga kurtha, nga dinakria, nga mashtrimi i tij. Tha qala rabbi bima aghwaytani. Tha o Zot, për shkak se ti më ke humb mua, më ke larguar nga rruga e drejtë, më ke përzan prej mshirës tënde, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. O Zot, robërve tu në tokë unë do t'u ahjeshoj veprat e këqija dhe ata do t'i marrin ata për të mira, si dhe do t'i humbas që të gjithë. Pra, një vepër e cila në esencë është e keqe, djalli arrin që ta modifikoj, që ta maskoj, ta improvizoj në mënyrë që njerit mendon se ajo është e mirë. Nderuar vëllezër besimtarë, në kohën bashkëkohore, në kohën tonë aktuale, kemi me dhjetra e qindra raste që vërtet djalli ka arrit një diçka që në thelb, në esencë, në parim është e keqe, ka arrit që ta paraqes para njerëzve si diçka që është e mirë. Për shembull, kritika, ju e dini gjithë se nuk ka njerit pa gabime. Por megjithatë, kjo nuk nënkupton që besimtari me gjuhën e tij ta therrë çdo njeri, ta thumboj çdo njeri në emër
të lirisë së shprehjes të del dhe ta shan, ta ofendon se filan njeriu kështu, filan njeriu është i tillë, është i pamoralshëm, do të thotë gjëra të cilat mundohen edhe pse në esencë janë të ndaluara, mundohen që në emër të një diçkaje që ja u ka mësuar djalli, ata ta paraqesin atë si të mirë. Mos harroni, pejgamberi alayhi salatu wassalam për gojimin, gibetin e ka përkufizuar si diçka që vëllai yt nuk ka dëshirë ta dëgjon atë edhe nëse është e vërtetë. Ndërsa nëse nuk është e tillë, pra nëse një njeri nuk e ka një gjatë tillë, atë nuk është përgojim, por është shpifje që ka dënim edhe më të madh tek Allahu xhallahu ala. Pra kanë arrit ta justifikojnë përgojimin, ta justifikojnë sharjen, të justifikojnë mëkatet në kuadër të asaj të cilën e quajnë si liri e shprehjes. E dyta, ndonjëherë nderuar vëllezër besimtar, mashtrohemi me faktin se njerëzve duhet t'u thuash të vërtetën sy. Edhe vjen njëri para krejt xhamatit, thot filani ka bëu kështu edhe kështu, e bën hor. Edhe thot Hoxha Efendi, a nuk është halal me thonë të vërtetën në sy? S'është halal. Është keq kuptimi të vërtetës. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, nëse dëshiron me këshillu vllahën tën, duhesh me këshillu në vetmi. Ndyshe e këshillon, nëse e këshillon para të tjerëve, atëherë ke turprun, e ke nënçmu. Do të thotë arrin që një gjë që në esencë është e keqe, dëshirojnë ta paraqesin para njerëzve si të mirë. Pastaj këtill mundohen ta paraqesin edhe gjunahin e shirkut. Ju e dini fare mirë që fatkeqësisht tar gjatë këtij muaji, muajin maj, njerëzit kanë praktikuar një traditën e shënxezhit. Vinë falen fatkeqësisht me ne në xhami, mirë po për çudi ishe tek shkojnë tek teqet, tek bojnë tavafe, tek lojnë pare, tek sillen. Pse? Për arsye se ne nuk po mohojmë Allahun, por po shkojmë vetëm sa për të kërkuar shërim. Do të thotë arrin që ato mëkate që në esencë janë shumë të mëdha, që e qesin njerin pej feje krejt, arrin të justifikojnë me këta se ne s'pe mohojmë Zotin, larg asaj, po shkojmë me kërku shërim, nashta Zotin a fal djal, ajo në forma që Allahu xhallahu ala i ka leju me lut Zotin këtë formë, a duhet për me ta fal Zotit djalin, për me ta hjek smujen, për me ta shtu pasunin, për me ta hjek varfnin, me shku me i bo Zotit shirk, apo duhet për kundrazi me lut Allahun me devotshmëri. Pra kanë arrit që në thelb gjanat, cilat janë ndalune me i paraqit në këtë formë. Kjo është rruga e parë. Rruga e dytë e djallit nderuar vëllezër besimtar është që ndonjëherë mëkatet me ja quajt me emra të lezetshëm, me emra të këndshëm, me emra të rrec. Ne në fillim përmendëm Ademin alayhi salam, edhe luftën që djalli i ka shpall Ademit alayhi salam. Ta dini, lufta ka qenë një luftë pa kompromis, një luftë pa mshirë, një luftë që djalli me çdo mundësi është munduar ta mposhtë Ademin alayhi salam. Dhe a dini në çfarë forme djalli ka shti Ademin alayhi salam me bo Zotit në kat? Ka qenë forma që mëkatin ja ka ofru me emën të mirë. Ka thonë Allahu xhallahu ala në Kur'anin famlar, "Fawaswasa ilayhi ash-shaytan." Shejtani i bani vezvese Ademit alayhi salam. Qala ya Adam, hal adulluk ala shajarati al-khuld wa mulkin la yabla. Tha o Adem, apo don me tregu për një pemë e cila është pemë e përjetësisë. I ka thonë, nëse han mollën, kur s'ki me vdek. Kur s'ki me vdek. Wa mulkin la yabla, edhe pushtet që kur s'ka me ardhë funde. Kur nuk ka mësos. Ademi alayhi salam mashtru. Çfarë ndodhi? I bani mëkat Zotit. Do thotë, ja ka ofruar një diçka që në esencë është gjuna, është haram, ja ka ofruar me diçka të hishme. Për shembull, sot nderuar vëllezër besimtar, rakia, pivat, birrat, e dini me çfarë emërtimi konsumohen? Ata që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka quajt ummul khaba'ith, nana e të këqijave,
sot në kohën tonë bashkëore ja kanë ndrua emrin kontra ndryshe edhe quajnë nëna e të mirave. Birrën do të thotë pse është dëfrim, është relaks, është argëtim, madje i përdorin momentet që ishin ndeshjet futbollistike, organizojnë në hapësira publike, organizojnë do të thotë shikimin në monitor të mëdhenj të ndeshjeve, për çka që t'ju ofrohen atyre birra në mënyrë që do të thotë askush prej tyre të mos mendoj se kjo çka po bojnë është e keqe. E dyta, ju e dini fare mirë se gruaja e Ademit alayhis salam, Hava, kur e hangër këtë moll, çfarë ndodhi nderuar vëllezër besimtar? Ndodhi rrobat cilat i kishin ju hjekën. Edhe u duka vrejti tyne. Atëherë fillun që Allahu na ka treguar në surën Araf, fillun me mbledh gjethe, edhe me mbulu vendet e turpshme. Ndërsa sot nderuar vëllezër besimtar, bija tona, motra tona, a dini me çfarë arsyetimi veshin rrobat të dukshme, rrobat shkurtra? Me arsyetimin e modës. Hoxha Efendi, krejt dynjaja modë u botash, ma me ngjit shamin, me vesh mantillin, ma nuk është modë, ka dalë pe modë. Domethënë një gjuna që Allahu xhallahu ala ka qenë pasojë e denimit Havës, sot njerëzit, motra tona, bija tona, nana tona, gra tona e bojnë namën të kulturës. Po kështu të nderuar vëllezër besimtar, gratë me moralin më të keq, femrat me moralin më të keq që ekzistojnë, sot neve na i ofrojnë përpara se hyje, se artiste, se do të bojnë zina, bojnë të anët këqijat, sene që Allahu xhallahu ala i ka ndalu, ndërsa neve vinë dhe na thojnë, jo, këto janë hyje, edhe gazetat tona janë përplot ajo që une në fakt ata përquin mesi jartë, po ne quim mesi zjarë, për arsye se në gazeta ato përshkrimet që ja u bojnë këtyne artisteve, këtyne këngëtareve, janë për me i deviju rinin. Pasaj, prej mënyrave se si djalli arrin me deviju njeriun, është që përderisa gjunahin ja emërton me emën të mirë, adhurimin, namazin ja emërton me emën të keq. Me ardhë me falë namazin shi, laç, ku me shku më lodhë më mundu. Allahu xhallahu ala na ka tregun se i thartë të djallit për gjatë gjithë historisë janë mundu që me këto arsyetime të zhvleftësojnë misionet e pejgamberëve. Ka ardhur pejgamberi i Zotit, ka thonë adhuroni Zotin, ka thonë ky po do më nxirr pe feja. Allahu na ka pru një shembull tek Shuaibi alayhis salam, që populli vet kanë dalë para Shuaibit, edhe i kanë thonë popullit vet kështu: "Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi la in ittaba'tum Shuaiban innakum idhan la khasirun." Thanë, o ju njerëz, nëse bohni musliman, nëse pasoni pejgamberin, ju keni deviju. Do thot, me uzu në rrugën e Zotit, me ju kthy rrugës Zotit, me ju kthy xhamis, me ju kthy namazit, çka thojnë, ka deviju kë. Allahu xhallahu ala në Kur'anin famlar na e përshkruan edhe një rast tjetër, rastin e Musait alayhis salam me faraonin. E dini faraoni ka qenë njeriu i cili e ka quajt veten Zot, ka qenë njeriu që Allahu xhallahu ala e ka nxirr trupin e tij për me lanë shenjë deri në kiamet, për arsye se ka bëu gjunahin më të madh. E ka quajt veten Allah, e ka quajt veten Zot. Edhe a dini me çfarë arsyetimi e mohoi fenë e Musait alayhis salam? Kur Allah azza wa jall e dërgoi Musan edhe Harunin alayhimus salam, tha shkoni edhe thirrnin fetë Zotit. A dini me çfarë arsyetimi e refuzon? Qalu in hadhani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisahrihima. U çunë dhe than para popullit, o ju njerëz, Musa dhe Haruni janë magjistar, po dojnë me ju largu juve pe i vendit juve me magjin e tyre, o yadhhaba bi tariqatikum al-muthla, edhe fenë e juve që e keni më të mirë, ideologjinë e juve që e keni më të mirë, jo me adhuru Zotin, jo me ju nështru Zotit, po me adhuru faraonin, me ju nështru faraonit,
ta podojnë tha që të fejnë e ju ma të mirën me jau largu. Sikur së të ndëruar vëllezër mesin tonë. Parimet laike që nënkuptojnë zhveshjen prej frymës fetare, zhveshjen prej moralit fetar, na i sjellin çka si diçka më e mirë. Këta hoxhallar, këta djemë të ri podojnë me ardh me na pru një fe tjetër, na boll mirë jena, na nuk dojmë tjetër përparim, laiciteti i shtetit nevojitet, domethënë gjëra të cilat në esencë janë haram, janë shumë të këqija, mundohet më na i ofru në këtë formë. Edhe pika e katërt që në fakt nuk përmbyllet me kaq kjo ligjërat, por që ne inshallah do ta përmbyllim, është një metodologji tejet e rrezikshme e djallit në devijimin e njeriu. Nuk ndodh asnjëherë djalli për njëherë me deviju njeriu, për arsye se është e pamundur. Mirë, po një gjatë tillë e bën në mënyrë graduale. Allahu xhallahu ala na ka treguar në Kur'anin famlar, ka thonë: "Wa man yattabi khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar." Edhe keni dromë, mos e pasoni djallin, për arsye se hapat e djallit, mënyra graduale e djallit është që me urdhëru për zina, me urdhëru për punë këqija, për prostitucion, edhe për gjana të ndaluara. Pra nuk ndodh asnjëherë djallin me largun njeriu prej namazit. Mi thonë mos fal namaz. Mirë, po çka ndodh? Ndodh nëpërmjet një metodologjie tjetër. Për shembull tek namazi i sabahut, thot pusho dhe pak. Është i elodh. Nëse sot nuk e fal sabah, nuk bëhet kiamet. Dhe veç një herë mos e fal. Si të qohesh e fal, pushon nesër ki me fal prap. Do thot mundohet nëpërmjet një metodologjie graduale, hap pas hapi, me largu njeriu prej feje. Por të nderuar vëllezër besimtar, në përfundim do doja që të kthehem praktik fillimi, që duke i përshkru ato mënyrat e djallit se se arrin me deviju njeriu, ta nxirrim një formë mbrojtëse, ta përvetsojmë një filozofi mbrojtëse kundër djallit. Tham në fillim se kur Allahu xhallahu ala ka largu prej mshirës vet, djalli ka ardhur i ka thonë: "La atiyannahum min bayni aydihim", tha o Zot, unë kam ardhur dhe kam ju dal njerëzve përpara, kam i pengu përpara mos më ardhin në xhami. "Wa min khalfihim", edhe përmas, "wa an aymanihim", edhe në anën e djathtë, "wa an shamailihim". E ka përmend përpara, e ka përmend mbrapa, e ka përmend djathtas edhe majtas, por nuk i ka përmend edhe dy anë, nuk i ka përmend lart, edhe nuk i ka përmend poshtë. Pse? Për arsye se lart kush është? Allahu xhallahu ala. Nuk ka mundësi djalli me dal prej lart, për arsye se është Allahu xhallahu ala. Ndërsa poshtë kush është? Është sejdëja. Edhe djalli ka refuzuar me i ra Ademit në sejdë, edhe nuk bjen kurrë. Mu për këtë qëllim nderuar vëllezër besimtar, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka thonë një hadith që këto dy anë i bën bashk në sejdë. Ka thonë: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Njeri robi mas afër me Allahu xhallahu ala është në sejdë. Andaj vëllezër nderuar besimtar, ta ndihmojmë veten tonë kundër djallit, pikërisht me sejdë, qëndrojmë sa më gjatë në sejdë, ta lutim Allahun xhallahu ala për të na mbrojtë neve, familjet tona dhe gjithë besimtarët në përgjithësi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfirun. الحمد لله واهب النعم ومنشئ الخلق بعد الرميم والعدم، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأمم وعلى آله وصحبه أهل المفاخر والكرم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درجان الصلوات بمحمد عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله